Presidenti të Serbisë Aleksandar Vučić është përkeqësuar papritur gjendja shëndetësore gjatë qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak ka kërkuar edhe ndihmën e mjekësore, sipas informacioneve jo zyrtare të gazetës Blic. Pas kontrollit mjekësor, udhëheqësi serb ka marrë vendimin që të ndërpresë vizitën dhe të kthehet në Serbi, pavarësisht se parashikoi një takim me Donald Trump. Ngjarja ka ndodhur në orët e jashtme të pasdites. Nga kabineti i presidentit të Serbisë është bërë e ditur se opinioni do të informohet më në detaje në ditën në vijim. Në momentin kur është përkeqësuar gjendja shëndetësore, Vučić ndodhej në shoqërinë e ministrit të financave Siniša Mali dhe këshilltares për media Suzana Vasiljević. Të tre po përgatiteshin për takimet e ardhshme pas një takimi me kongresisten Klaudia Teni, Rod Blagojevicin dhe sipërmarrës serb nga SBA-ja. Kujtojmë se Vučić kishte udhëtuar për në Amerikë më 30 prill dhe kishte planifikuar të takojë me zyrtarë të lartë të Partisë Republikane, si dhe me vetë presidentin amerikan Donald Trump. Në fillim të vizitës ai ishte takuar edhe me ish-kryetarin e Bashkisë së New Yorkut dhe bashkëpunëtorin e ngushtë të Trumpit, Rudy Giuliani. I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për misione speciale, Richard Grenell, reagoi në rrjetin social X pas publikimit të lajmit se Vučić po ndërpriste vizitën për shkak të problemeve të tij shëndetësore. Aktualisht media serbe shkruajnë se presidenti Vučić është duke marrë trajtim mjekësor në Akademinë Ushtarake Mjekësore në Beograd. Pas kthimit në New Yorku, Vučić është transportuar menjëherë për në Akademinë Ushtarake Mjekësore, ku është pritur nga ministri i shëndetësisë Zlatibor Lončar dhe doktor Dragan Dinčić. Vučić është nder papritur keq gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara, pas së cilës ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe pas ekzaminimeve u vendos që ai të kthehet menjëherë në Serbi. Ndërkohë kryetarja e Parlamentit të Serbisë, Ana Brnabić, ka deklaruar se shëndeti i presidentit të shtetit, Aleksandar Vučić, është rënduar seriozisht. Ajo shtoi se ishte planifikuar një takim ndërmjet Vučić dhe presidentit amerikan Donald Trump në Florida, por kjo dështoi për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Pas presidentit serb Aleksandar Vučić, edhe kryeministri slovak Robert Fico është sëmurur papritur dhe ka anuluar të gjitha punët e rëndësishme. Pa kohë më parë të dy betoheshin se do të shkonin tek presidenti rus Vladimir Putin për të shprehur nderimet më 9 maj. Presidenti i Serbisë për shkak të problemeve shëndetësore ndërpreu madje edhe vizitën në SBA, ku raportoi se do ta takonte presidentin amerikan Donald Trump. Vetëm disa ditë më parë Vučić përsëri deklaroi se nuk do të refuzonte një vizitë në Moskë dhe këtë ja kishte premtuar Putinit. Kryeministri i Slovakisë ndërkohë gjithashtu u sëmor dhe nuk mori pjesë në festimin e ditës së punës në vendin e tij. Siç shkruajnë mediat slovake, programi i punës i kryeministrit të Republikës Slovake Robert Fico është anuluar, kishte raportuar të mërkurën Agjencia e Qeveritare Slovake, pa dhënë detajet e mëtejshme. Ai gjithashtu nuk mundi, ashtu siç kishte menduar, të tregonte solidaritet me punëtorët duke bërë një ndërtim natë si punëtor në një furrë në qytetin e Nitrës. Mbetet të shihet në vijim nëse do të shërohen deri më 9 maj Vučić dhe Fico, dita kur mbahet parada në Moskë, apo kjo është mënyra që ata kanë gjetur për t'u arsyetuar para Vladimir Putinit se nuk do të mund të udhëtojnë drejt Rusisë pas presionit që i ka bërë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.